Hey miq, nëse ti bën shumë aktivitet fizik dhe ushqesh keq, pa fibra, pa elementet e duhur, mund të ndodhë që nivelet e sheqerit në gjak të bien. E kështu, ti të kesh më pak energji dhe ti jesh më larg qëllimit tënd për një trup të mirë dhe një stil jetese të shëndetshëm. E kështu, lind nevoja për një ndim të vogël, i cili nuk është një trup, por është një ide e mençur për të arritur rezultatet e tua. Po flas për një mit nga aleat shumë të mirë të organizmit tuaj, glukomanan kompleks, mirë si fibrash, inulin, fibra të fasullës së bardhë dhe shumë të tjera, të cilat do të ndihmojnë trupin tuaj të jetë më energjik, sepse do të ofrojnë mjaftueshëm fibra dhe po ashtu do të ulin përthithjen e karbohidrateve. Njëkohësisht do të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, e çfarë do të thotë kjo? Ajo që nisi në fillim, më shumë energji dhe më afër qëllimit tuaj një trup të shëndetshëm. Edhe një këshill të fundit, përpara se të mendosh për deficitin kalorik, fokusohu njërë në ato që trupi kërkon, stabilitet dhe ekuilibër.